Shumë interesant. Ndarje pa arsye. Pa shkak pa arsye, po. E valla që kjo. Veç po do mundo. Kjo ka prodhimi 2026, në viti tjetër. Pa argument, po thot tash edhe pa argument, ma bëni Allah nëse komunizu, po pa argument, po edhe këtë pas ka thon pa argument. Një shtesë. Nuk kemë marrë vllas për dia vlla mo të kush me bën pyetje. Jo, për të dytë po thot. Të dëgjojmë për shumë të dytë. S'keni marrë nevojë, çka ju ka rrok dreshi kështu para vete. Çka ju ka rrok shkëtoni para vete mundo pas në shkak, çysh ndahet njëri. Pa shkak pa arsye pa argumente pas ka. Ta kanë ndal për të mashallah që thonë. Në kom dëgju në jetën tem shumë ndarje ose tentim ndarje për probleme, xxx probleme. Ha më për çef më nda. Këto veç të evropianë të gjonë, të këta të tjerë, ose këta të pafete, ke po këta jetojnë një 5-10 vjetë, edhe që kur o hargju dashunia, o konsumu dashunia, po ndavi, edhe se kam problem. Pastaj mas i ndalim pinë kafe, pastaj nësha shkojnë edhe pushime verës. A më thët i në nda njërë paqësore. Ja, s'ka të në muslimat kërë ndash njërë paqësore, në ka të më avru atë, si që me thonë, si këta të pafete, ashtu me bodo veprime. Kjo kështu është e qëdishmo, nësë pas në dëgju kështu, gjithmonë, jo dhuna, jo mashtrimi, jo kjo, jo, i qënë deri të ndarja. A mo, s'kem arsye, s'kem argumente, s'kem kur gjo, veç po dojna mundo. Shtu edhe për gjithë Allah ju zofte, i drejtofte, i shërofte, nështë pas ka nevoj pak edhe me shku të nej psikolog, pak me këshilua, nej psikolog ose psikologa muslimane, ose të nej hoqë, me shku kështu live edhe me këqyr, qka është? Konsultu, qka është? Mos i ka rok nej farë syshja, nej farë gjinja, nej farë magjia, zote, dhe nëse, sinqerisht po thëmë, njëri pashtu, në ndohtu, së di. Këtu ka një defekt, që ka një problem që duhet trajtuar dhe nga dalë në të ardhme.